Atë që more ti, mua më bere për vlorë. Se po rritër ditë kështu. Gabimet e jetës sotit ta. Po qajam në unë me gjithë të bashkë të preka faktikisht. Që ke ka punë që po të anem dhe moje. Dhe vërtet që janë papajtori. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme, këtu në live-in tim do të jetë një 40 vjeçar, baba i 3 fëmijëve, quhet Flogert, i cili fatkeqësisht u divorcua me bashorten e parë, kjo e fundit iku me një burr tjetër, duke i lënë 3 fëmijët e mitur. Edhe pse vazhdoi jetesën, u njoh me një tjetër partnere, ishte destinuar që dhe kjo histori e dytë dashurie të përfundonte keq. Në fakt, Flogerti ka vetëm disa muaj që ka dalë nga burgu sepse babai i tij e denoncoi që ai të binte në burg dhe nusja e dytë të largohesh nga shtëpia pasi ai nuk e donte nusën e dytë se kjo e fundit keq trajtonte fëmijët e Flogertit nga martesa e parë. Edhe pse bëri një sakrifisë të madhe për hir të dashurisë, bëri 9 muaj burg, i akuzuar për dhunë në familje, Flogerti doli nga burgu dhe vazhdoi jetesën me partneren e tij të dytë. Por, kjo e fundit u largua. Çfarë ka ndodhur, do të jetë 40 vjeçari që do e rrëfej ditën e sotme këtu në live me Odetën. Mi mbrëma Flogert, si je? Mirë, si kalon, si je ti? Mirë, faleminderit. Më kanë thënë që ke qenë në burg. Po, kam qenë. Kur ke dalë nga burgu? Kam dalë në datën 2 maj. Por pse përfundove në burg? Ç'a ndodhi? Se përfundova nga fjalë që thoshte Zabina në shtëpi që vesh me kalamajt, Odeta i shante fëmijët e ofendonte dhe majta krahun e Zabinës, fëmijët e mi lash mbrapatore. Dhe babai me fëmijët e pa që unë s'po përkraja fëmijët me, po maja fëmijët e Zabinës edhe babai detyrohej me denoncim fundin burg për të ikur Zabina nga shtëpia. Pra, denoncimi ta ka bërë babai për nusën e dytë që t'i çove në shtëpi. Po. Por realisht çfarë ka ndodhur? Do me thënë, ti vërtet harrove fëmijët e tu, se nuk të falet kjo gjë, Flogert. E di moj motre, e di, po më mrapa pasi filloi reagimet e keq fara, jo shante fëmijët, ju si kujtonte tjemën, i bende tjemën, 500 vafe, moj pa ta thënjemën, bleri fëmijët moj, nuk e punë me fëmijët, largu nga tasa tani zjen dhe tani pajtohen. Po ti me mua gjuhë nuk e gjindët me i pa ta thënë kësajta. Po jo, kalamajt e tu rrej kalamajt e bi. Moj kalamajt o zjen moj, ti me mua gjindët gjuhën jo. Si shbje në burgët e ta, e para punës, me denoncimi babai. Po babai me fëmijët për çfarë të denoncuan? Gjë e dhunova unë, i rrava unë. Por ti i ke dhunuar vërtet fëmijët? Jo. Po të them për te që Zabina ka shtëpia për i babai, as me gjeti dhe me ty s'pata që në birse, me ty jam rregull. Atë që more ti, mua më bere për vlorë. Pra, babai nuk e donte nusën tënde të dytë dhe u detyrua të denonconte ty që të largohesh nga shtëpia. Bravo, për të ikur ajo nga shtëpia. Sa muaj burg bëre? 9 muaj dhe ditë. Dhe u denoncove për dhunë në familje. Po. I dashur Flogert, në momenti që dole nga burgu, u ktheve në shtëpi? Tani ta filloj si bisedë? Po, do të dëgjoj. Ashtu. Në momenti që bje në burg, atë ditë që kam rënë në burg, nga shquar kem për kem, para në burg. Hiqe çupën nga shtëpia se nuk ta pranoj, hiqe, nuk e dua çupën tënde, çona do t'i marrin bashkë kudo që themi, ndash me qera, ndash kështu do t'i marr unë. I thash Bina, nuk e hiqo çupën nga shtëpia se ka probleme. Hiqe se nuk ta pranoj. Por pse nuk e donte vajzën tënde ajo? Gjoja e rritë e kalamajt e saja. Ja për tepe, nga zgjem tepër. Se do në të kishte komandë në kjo. Sa vjeç ishte goca? Në momenti që bje në burg, atë ditë që bje në burg, hap gjyqi. Sa vjeç ishte goca? Çupa kurash unë brenda ishte 14. 15. Tani është 15 avash i brendani. Flogert, por në momentin që ajo të tha të bojnë vajzën nga shtëpia, ti çfarë bëre? Hapa gjyq. Me kë hape gjyq? Për vajzën, se nuk ma pranonte ajo. Në momentin që bje në burg, hap gjyq, si shpo të flasë. Kur bje në burg, i them kësaj zonjës, Bina, ikëm, dash martohu,
Dash në lidhur te burri jot, ndash me qira, zgjidhja është jotja, unë dënimin do ta marr se 1 muaj, se 2, se 5, se 1 vit, unë do dënohem. Dënimin do më japë shteti. Po thot mua ti nuk i ke ndaty dhe 10 vjet burg të bësh unë jam i duar të presë, nuk ka për të keq ndaj teje. Po, ti në mirë të keq jot, kush më nga ti po. Në burg më fute. Kalamat më shkatrove, ty të dëgjova, gjyqin hapa për çubull dhe shumë tani. Ma më fute prema, s'kam qatë bëj. Unë njëri të shuktu s'më vjen. Dua cigare, dua gjera, ma s'ka kush mi biri këtu e fundit fare. Me gjithse atë e të bëj, burgu ndana burgu. I thash, ata nga burgu, zonjë nderuar. Në burg të futi babaj, jo gruaja. Babaj më futi për të hequr këtë se unë s'po e linja. Ajo bele, asgjë s'kishte babaj me mua, personalisht. Ashtu. Dal nga burgu, para se të dilja i them zonjë nderuar, babaj të të fëmijë dhe të babaj shpion të ti nuk vi dot. Por ajo qerat i shkojnë që janë të kokolepsra. Por ajo të vinte të vizitonte në burg, nuk u nda me ty. Po, vinte, ashtu. Burgu dala burgu rritë e fëmijët 5 ditë si 7 vete këtej na shtëpi e kësaj në firë të Xhaxhaj, i them kur rri moj të Xhaxhaj firë. Ke kushte moj ka shtëpi, ka një shtëpi tha që kështu. Ku punon? Çfarë bën me dele të kushuririt? Po në zezë. Sa lek mirë moj? Po 10.000 lekë ditë. Mirë. Ka shtëpi moj aty moj të vinj unë. Hajde thotë se kam shtëpi të tjera. Vetë unë odeta çat shikoj shtëpi katastrofë. Nuk rrish brenda s'banojsh. Megjithëse të behar ishte. Rrini mu largojmë se kisha në gjyqin Berat. Për vajzën me avokati, fola me avokati, hajde më sa më kemi gjyqin. Vete atje për në gjyq, më thot mua që nuk do vesh do me bashkë. Bina, ti 15.000 lekë, si që po i merë, thash, po i prish darkë për darkë. Unë nuk gjendë të lekë që të vetën Berat. Gjeti me i 2 lekë bosh botit edhe të vetën Berat. As kokë lekë asgjë fare. Me gjithse të ndaj vete të fëmijë të rritë sa kohë largohen prap vete prap të kjo në firë. Nga Fieri, marrë Kalamajt e 4, me gjithë këta, vinë në Vlorë, në shatin Akërni, e para punës. Me fëmijët e saj, apo me fëmijët e tu? Kurdo? Ishi fëmijët e tu, apo fëmijët e saj? Të saj, në të saj. Fëmijët e tu kush i mbante? Babaj. Babaj jot? Edhe, largojmë gjena Fieri, më tha më motra Gerti ku do vesh? Ashtë në do vete në Vlorë, me këtë do vesh në Vlorë, me këta me Kalamajt. Gerti do të më dy lafe, tha mendoj mirë. Ta dishte me këta një ditë i koke për të përfunduar në rrugë. I them pse? Gerti, keni për të përfunduar në rrugë, se di qa do bëja, qa do ndodhi me juve, tha mua kjo. Ashtu tallet kjo. Jo, tha mua, nuk tallet fare, unë tha. Vini në fshatin në Akërnia, o deta në plekse me djalë, në përmjet telefonit. Keq fare me djalë, sa nuk bëjat me. Kalamajt s'po i lante. Po i shplanë, Kalamajt zunë edhe morra ku vajtë në të më falë shpërja ku vajtë në shkollë. Mija kera në këtuja, kera në cupet, ku i qonë në shkollë, i blindat 4 të bini nga shpia. U plekë si keq me djali se nuk bëjat me. Asë robes po i lante fëmis fare, fëmija zhulli papare. Nga vinë 2 psikologe, një që jem ndime në ekonomike dhe i tjetër. Shati kështë marrëvesh i gjithë që ndoste. Thosh më, buda Allah, lere se sesh për ty, po lere, se është plekë su keq, se e le të flasim. I the mund që ati bëjnë. Lere më të shimo, i të fëmite ture, bëj që do njërë, nuk e pun me atë. Mirë, me kisë atë. Kur vi këto i thonë, i thëre se kësaj del kjo talë dhe më mra. I thotë kësaj të burri jote është po, i thotë që. Takona jo, si jem thënë, më mirë, të shumë, afrobe të kopa mirë, të shumë, ju si jeni mirë. Më thotë mua, fëmit ku djerën, tha. Mi të shumë pjusti këta ju muajsh. Që tha, të shumë pjusti këta ju muajsh, kur fëmit të shumë. Fëmit janë të mitë, tha. Të 4, po. Me këta ke fëmi, jo. Cili brim ke, jo. Shumë bukur. Punon, tha mo, unë punoj të shgjimaj me bukë, tha shumë. Shumë e që mbake me bukë, mja fëmi, tha falenderit, tha. As gjej, tha shumë. Po këta fëmi, tha shumë pisi i shikoj, tha. Si i bet halli, tha. Më nësa dita qërte të shkolla, tha, fëmit në shkollë, më tha që si afroj shok të shoj që të lozim me këta të tup, tha. Si i bet ju halli, në zonjë ndërrua. Unë të kam marrë gjithmonë telefon, tha, dhe telefonit i më mbyllur, tha. Flet, tha. Tha që flasë me njerëzit e mi. Me që njerëzit e tu fleti, tha. Me motre, me vla, me ke fleti, tha kësejta. Ishte psikologja e shkollës, apo shërbimi social i bashkisë Vlorës? Jo, shërbimi social, në Novosel e Vlorës. E qartë, e bashkisë, po? Edhe e dhunus, ta marrë veshti. Edhe i tha që ke numër telefonit ati,
Nuk kam adresë Facebook-ut të shoqit jo. Të babait, të fëmijëve. Të shoqit që kishte martuar. Po. Unë për momentin e bëra me shenjë, që tha ka thash numër, po nuk të flas dot tash. I tha nam çik numrin e të shoqit. Nuk e dha. Nam adresë e Facebook-ut ka këtë e dha, ka këtë jo, ka këtë jo, ka këtë jo. Po çik ka i tha, pa adresë çka ka i tha. Zonja nderuar gjoktu tha. Urdhoi tha. Keja fat 2 javë kohë. Fëmijët i duhet të larë, të shplarë, të gjitha, të venë shkollë të pastër, të hanë, të pinë, dhe fëmijët i duhet të shkojnë kështu, tha, në mënyrë më të mirë, tha. Se përndryshe, o do t'i marrë shteti, o që të kaloj babaj ti, dhe ti tha të veç që të duhet se ti nuk e janë për fëmijët, ta them sy. Atë ko vi një grua aty për momentin. Sini zonjë, tha, mirë, tha, sini, tha që. Tha, fajnë nuk e ka këtë djali, tha, fajnë e ka jo. Të djali, tha, dalun garanta. Fajnë e ka jo, tha, jo ky, tha. Ky po Mamet nga me të pirë, tha, po punon, tha, po optoj, tha, pa jo ka meni për telefon vesh me motër, tha. E fëmijët me jamit japin shtetit, tha, ose japin një burrit, tha. Gjatët, se që nuk ma fëmijë me motër, tha. Shqip po ja them, që nuk ma fëmijë, tha. Ke 2 javë kohë, tha, këto ndryshime unë i dua, tha. Mas 2 javë atë ta vim me gjithë policinë dhe i jati fëmijës. Marrin 4 fëmijë, te jati në poshtje. Pra fëmijët i kaluan babait, ja morën partneres tënde dhe ja kaluan babait. Por në situatën që ti po tregon kanë bërë gjë e duhur. Po, normale, do me thënë, ja ti është tani si, do me thënë, a i në fëmija ato la, ato shpra, ato të hajë, ato të pi. Ta rritë të bëjnë një gjallë vetëm, ta rritë të lejnë një vetë, lejnë rëbët vetë më e të ta, dhe tani ti të marrë telefoni vesh, tani më falë më shprejtë, tani që janë këto, ujë, gardë jemi ne. Çfarë ndodhi më pas, kur fëmijët i morin shërbimi social? I mori shteti edhe babait. Fëmijë ka marrë në mbrojtje që nuk kemi këtë me, e pare punës. Me tha shumë bina, të gjeni shtëpi këtu më të mirë, me kushte që ishte këtë punojnë bashkë, i marri fëmijët prapë. Unë fëmijët do t'i marrë këtu ku jetoj. Ati ishte pa drita, pa ujë, pa pegjere, pa dyrë, pa dritare. Fare. Ashtë. Tha shumë zonja këty fëmijët këtu në të kushte nuk t'jep njeri. Pa gjetë një shtëpi me kushte fëmijët ty nuk t'i kthe njeri këtu përdia t'jetë gjilati, s'ka shansë me. Mirë, thot që, në plekse në të djalin keq, a djalin personën dhe përmi telefonit shumë. Kë kërcënon? Do ta marrë dhe kam qatë të mbeshe, si shta mori pare, do ta marrë në tyje, qyshe teke, ti me restatik të fëmijët e tua. Kush që ti që më tojk me restatik të fëmijët e tua? Ata ka thënë dhe i ke fëmijët ati s'ke punë me të, ti i këqëro të fëmijët e tua. Pra, sa arriti puna... Dalemi pak, Flogert. Ajo të trathoj dhe ti e zbulove dhe personi po të kërcënon të ty. Po, kërcënon dhe mua, po. Po mirë, kur ky person të merrte të kërcënonte, çfarë të thoshte partneri aty? Ti e shqetëson, thoshte. Ai e merrte Odeta tani për punë. I thoshte lere, thoshte mua të ndihmoj artën plakën time ditën, dhe natë merre ti. O zotëri, thoshte, unë kam marrë për shtëpinë time apo kam marrë për shtëpinë tënde, më zotëri, thoshte. Po ti për të më i ke futur njerëz gros për ta marrë. Po që njerëz i kanë futur gros për ta marrë, më zotëri, thoshte. Kur apo më shqetëson ti tër ditën telefon, jo më zotëri, thoshte. I fut e këta, i fut e këta, po qili futa unë, nëziri ti personat. Qa nuk nëzirë të nga goja? Ajo punonte aty? Jo, nuk punonte. Qa punonte, vindet e shtëpia ti të shërbet e tjerë, mësa ti të motër, sa ti të motër ta. Po pra, punonte. A kishte urdhëmbrojtje la e me motër, a kishte urdhëmbrojtje, unë si flisja do për shumë. Kush kishte urdhëmbrojtje, s'po të kuptoj? Zabina. Por pse kishte urdhëmbrojtje Zabina ndaj teje? Kishte marrë urdhëmbrojtje gjithë e xhaxhaj në Firgjë, në Korrik. Por pse të ka denoncuar ty ajo? Jo, nuk më denoncoj. Po derisa i ke thonë me mua nuk e punë vish prapë, pasi më pranoj vetë. Po jo, tani, urdhën mbrojtje, Flogert, një grua e merr kur dhunohet. Ajo si e kishte marrë urdhën e mbrojtjes? Nuk që mos t'i afroshja mua, mos të vija mua me atë xhaxhaj në Firgjë. Por ti pse shkove dhe ndoshje në Vlorë? Po me mendin do shtrojsh. Tani të lutem, mund të më shpjegosh çfarë ndodhi në Fier ajo të denoncoj për dhunë dhe u pajis me urdhën mbrojtje? Jo, nuk më denoncoj për dhunë. Po për çfarë, për ndjekje? I ku tha, dhe mos të vi me, mos më kthehet me, thot, më afrohet me, vetëm për kaq. Por çfarë ndodhi? Ju u zut? Jo, nuk kemi zë fare, asgjë. Por ajo të donte ty në atë kohë. Për çfarë e donte këtë urdhën mbrojtje ndaj teje? Nuk e di, nuk e kuptoj dot. Mos më afrohet me, kështu s'kam punë me te. Ashtu. Por kur ti u ribashkove dhe shkove në Vlorë, çfarë të tha ty ajo?
Me rrezka do më i të fëmijët e tu, tha, zvesh me mos, s'ke punë me, tha. Po si ti këtë fëmijët e miu, thash më. Hajde të dy bashkë në Vlorë, thash më. Apo morë ti moj, thash, hajde të marrë dhëmë ty, thash më. Rap të dy dakord. Çaj që do të jesh shtëpi do gjejmë puni, thash më, po. Si të ngrim tani vetë të fëmijët e miu, o zonjë nderuri, thash më. Kemi ardhur të dy bashkë, të kam marrë nga firti, thash më, të kam marrë që jeti sot, o zotëri. Që të ty është leja ti në moj plakës time, të kam marrë ti, moj të komandon unë. Unë kam urë në mbrojtje ndaj me, tha, ndaj te. Po ju urë në mbrojtje ti ke, thash më, mua më fut brenda qitanit ti, di shumë mirë. Po deri se ka marrë duhet përgjigjem unë, i thash kësaj. Ty s'të pyes do tha mua ajo. Ti kodre me mua ma bete. Kërcënimet e këtij do të ta ka qenë përkohës në telefon me thik. Do të vinë të vras në drek, në darkë. Do të mulsikën, do të zhduk, do të bej, mos i të shtëpia të kërcënosh plakën time, kam sëmur, kam motër, kam kështu, kam ashtu. Megjithatë, piku vajte tek ai, e para punës. I them ditën që largohemi në datën 16 dhjetor. I them bina mirë rrobet e tua të trupit çfarë ke dhe largohu. Batanie, jo stek, telefon, çfarë ka lënë këtu janë të mia, lek çfarë këtu janë të mia. Mirë më thot mua. Edhe herë çaj ishi këto lup, piron të xhelsa ishin megjithatë mirë më thot mua që në datën 16. E më me si tani, ka marrë qysh jam sot. Vetëm datë 20, batanie 1, jo stek 2, lek 3, telefon, orë nuk i gjeme asin asgjë. I thres e shtëpia. I se mo bina, jo i thres, jam skrip, o tjatit, o genzi, po. Ku hini këtu, dili që këthejze mu, galin ka. Tha mo, për qa ka ardhur gërtim, tha mo. Tha shune, kush ka qenë shtëpia? Që e shumë, tha e mo me binën. Tha shumë, kush i mori batanjet? Unë. Pse? I morë dhe si lava. Batanjet i mi e të lashtitën, kush i ti dhe shumë? Kush i ti morës batanjet i mi e organ të mi shumë, në ato që më ka dhe njërëzit mua. Po ja i mora unë do t'i lajnë do t'i jakë. Po luk pirojnë të gjele kush i mori? Unë. Po lek telefonor, zdi gjë unë. I gjeni ku doni të shumë. Atë janë të mija. Del që mi qesha Zabina për jashta. Ti i more po. Qëfar i more? Djenë këtë djali që e mori, vjen ky. Më thot mo gjy, largohë që këte e thot që mua. Ta shune, pse largohëm, pse ashtu i largohëm, të shumë prit pak, qa këtë të shumë? Largohë që këte e ka dhe policia, më s'kene shtik të thot. O zotri të shumë. Unë që ka marrë të ka marrë për gjerët e mija, do të marrë gjerët e mija, s'kam punë me ty të shumë. Kam punë me këta. Po e largohë nga porta ime, thaj. O Gjoni tha, jam a dale, qik tha, qa këtë do që djali qa do të marrë, tha. Aqë. Tu ati pronarim, ti kush i tha pronarim, ti tha. Filani po, thaj. Po prezentu njërë, ti si je, thaj, pas i flasën e. Po këtë djallë, thaj. Ti se ka marrë në punë, thaj, jo ti, thaj. Po me i miri tjetë këtë nuk e pretë këtë me dorë. Që po e kërstënon ti këtë. Po folë si njëri, ti thaj, pas i qasë të mundë. Floger, të ndry pak, kur një marrëdhënie prishet, që unë do flas hapur pa dorashka me ty, po konsumon raki, apo e ke ujë? Pardon? Raki po konsumon, apo e ke ujë? Jo, raki, vazhdo të dhe. Por të lutem, me që jemi bashk live, të paktën për respekt mos konsumon raki. Po, më tre. Pi shumë raki? Jo, me kafe po pitani më tre, si shmë shiko. Mirë, kafe mund ta pish, por rakia nuk të bën mirë. Flogert, do flas pa dorashka me ty, shumë hapur. Gabimi i madh jot është që ke vrapuar pas një gruaje duke lënë fëmijët e tu. E drejtë, është shumë e drejtë. Nuk të falet ky gabim. Po këtë jam drejtë, po. Dhe ajo të tradhtoi, ajo nuk donte fëmijët e saj, nuk kujdesej për fëmijët e saj. Bravo, është e drejtë. Nuk do të donte ty, padyshim. Ajo iku nga ty dhe shkoi te një tjetër, po që rëndësi ka ai organi apo ai jastiku që të mori? Rëndësi ka që gjithçka u shkatërrua kur ti sakrifikove, hodhe poshtë babain tënd. Fëmijët e tu për një grua dhe ajo të tradhtoi. Është drejtë. Është shumë drejtë. Megjithatë, siç bëjmë këto fjalë, na merr telefon policinë. U thonë që vjenim kështronojnë shtëpi. Unë jam shatin a kërrim, thotë mua njëri e ti që i policia të kërkonde. Mua? Po çfarë zyre? Nuk e di dhe kështë e berti lafe më në shtëpi ndër. Qa lafe ka meri dhe shumë shtëpi më në më sheme? Pe përnari dhe shumë rëzgjet nga mirë. Parë telefon inspektorin e zonës. U tha mua kështu të ka berti në nësima e dhe.
Qa denunțimi ka bera i thashun, qa i bera se të shumë që të ketë bërë denunțim? A si kërtunova, a si dhunova, a si bera që? E qartë. E më tha muaj ka ardhë ka thetim ka kërtunor të shpia. One në zedë. Me gjithëse, iko kjo, i bëj ftesi natë këti, se më thote motër kësaj në firë, Gerti, ke numër telefonit atyre të flasë që se mua ka bërë blok në numër? I them numër telefonit nuk kam, se s'kam qetuar, po adres Facebook e di që ka pak, unë e di që të bëj lafe, të më këthet kundra. Mirë, thot që ma, që i bëj ftes në Facebook, thash unë të thot, që më thot e të them unë ty pastaj. Mirë, më thot që i bëj ftesit Facebook. E po kur filloj më atjeta me të ofenduar kush je ti e që më thuat më ben më ftese, qa do ti o zotëritësh, a vash janë filani e pare punës, kërkoj njerëzit e saj për të folë me te që ke marti. Se ti aty nuk e për blok në numër. Dhe po kërkoj lidhe me te, qa ke që ofendoj që shanë? As po të shaj, dhe as po të ofendoj, po të flasë ta me më qiropë. S'ke pun ti. Qa ben bandili? Qa ben? Në atë 2 ditësh, atë ditë në tjetër, qëshje. Po. Më thot mua më ke ardhur të shtëpia natën. Çfarë? Më ke ardhur mbrëm 10 natës të shtëpia, më tha mua, më ke shtyr me gur mbi çatit mua, po. Me ke tramaksu motrën e sëmur brenda mua, i ka numër 2 pula gjezës, e ka vjedhur 2 pula gjezës, pulat e gjezës nda me ke vjedhur ti. Qa po flet mërë zotërithe, mërë. Pulat e gjezë ke vjedhur ti, tha. Ore, se ma që të vjetu qatit, se lepri, se qa mund të vjetu mi qatit, mua së vjetu të akuzat i më zotërithe në ti. Se i thoshte që mi qesha që e pa shumë hipja tje, tha që o Zabina dhe të britja tje. Ku më peti, thash kësaj ta unë? Ja, alta dole ati ma tandit, ta unë. A, o tjeta se e motra ime në ta them shumë e shpirt, po më mante vetëm nërma për uspojtë rrëtët me. Filloj me të të mijat që kisha, ta shumë gjoj dhe shumë. Mos më bëj më të vinë tani të dhe flakë më shpi, thashu, të ma shish me bëndit të arvrisë më shpi, mos më të të tyron më të shati kusman me. Pak se kam ikur nga ti, thashu. Jam largore, po më dhirë dhe këto me akuza me akuza. I dashur Floger, ti jeton në të njëjtin fshat ku është dhe partnerja jote që të... Ajo është gjysmore larg nga. Gjysmore larg. Por çfarë të lidh ty tashmë me atë? Ajo që unë të këshilloj është që largohu prej saj dhe mos ki asnjë lloj kontakti. Dhe ajo që të këshilloj është ktheu te familja jote, te fëmijët e tu, te babai jote. Ti atë do bëj. Nuk ke pse rri më në Vlorë, nuk të lidh asgjë me Vlorën. Nuk do rri me Vlorë, do kthehem po. E di shumë mirë. Mira te më teta, mira te më motre po. Papi turpi. Unë e akuzoj të do të jetë në gjyq në moshtin në të pjesë, më thot ai, që vati kjo, e jema, i ati. Kur më tha mua i në sytë gjallit tezes, a nuk më dërvoti, që i ke ka për qupën tende, dhe i më tha Bina dhe i ke ka për qupën tende dhe mua. Kusht ka thënë të tësh? Bina më ka thënë të, e jema dhe i ati. Po që po flisi të shënë, që i ke ka për qupën tende më tha moje. E ti e ka pepertinë më tha mo, ti tha jo, në mrapa ka qimezi, tha. O, që a doni ju, thash në lumë t'ju ku largova, unë shumë s'kini fajtë, shumë po me gjithë atë, shumë si Gjoni dhe t'i Bina, dhe shumë koha për parë dhe mbrapa, dhe shumë këtu jam, dhe nuk largojme, thash shumë tita. Tani tjetra, më thoshte mua, që ti më ke futu njerëz për të më vrarë mua, i ke thënë do t'jap 1 milion lekë të vrasin Gjonin, që është apo te, po mire, kush është personi ma ndirë ti? Unë i kam thënë personi t'i t'jap 1 milion lekë, ma ndirë ti personin, dhe do të thëmë t'i shka. Ate ti, ore ti që po e thua ma ndirë mua, rëzotri. Ti ku e ke qërë ma thuj? Ajo që të këshilloj unë i dashur Floger të është urgjentisht largohu nga i vend dhe mos u merr më me ata njerëz kur ajo të ka braktisur, jeton me një tjetër, ti vazhdon ta duash atë? Jo. Atëre, dashuria ka mbaruar. Ktheu në familjen tënde, te fëmijët e tu dhe mos u merr më me historinë e shkuar. Sa më shumë ti shtysh llafet, aq më shumë të ndoshtohen konfliktet. Ti sapo ke dalë nga burgu, çfarë mendon? Të shkosh prapë në burg për një grua që nuk të do? Për çfarë do ta bësh? E di më motre, di, është e drejtë. Është e drejtë do ta them si vëlla, se tani të rrobtosh me një femër kaq kohë, të braktisësh shpinën tënde çdo gjë dhe një femër të jashtë poshtë nuk ka vlerë më. Uroj që të marrësh një mësim të vlefshëm edhe të kesh vënë mend për të gjithë të që ke bërë. Po këto janë probleme shumë të rënda dhe
Të rende janë odeta tani, që akuz ma vej muajt, më thoni ke ka për ti shupën tënde, dhe ti thoi Zabina atyre në shtëpi, Gjenti me mine, Arta me mine dhe Gjoni me mine, me akuzojnë mua. I dashur Ku Florian. është i bindur Gjoni dhe Arta dhe Gjenti që ka për vajzën time, ku janë të bindur me motrën? Janë shumë të rënda, ke të drejtë për ti denoncuar, por dua të pyes, ti marrëdhëniet me babain dhe fëmijët si ke? Shumë mirë. Qeshte për vitrim me babain, datën 31 ika, erdha në datën 2, shkërqyr fare, më tha më birë gjotha. Po ta them këtu tha. Po që se ve vetëm, dera është hapër jotja. Çdo kohë. Po që se bie atë, mos më shkel në shtëpi. Shkurt. Ai nuk e ka dashur kurrë si Nusa. Faktikisht o deta, edhe aty ti përdor shkej babajta. Me të sharme të afeduar, motre nuk kam qëtër. Fshati Gjoni gjithë qa vende, gjithë shati. I di, dhe me motrë saj që po flasë, dhe me thënë që ka motrë në firë, Gerti më tha mua që para të gjota. Ti bej si të duash, meri si të duash, pa nuk është për ty. Po mirë mo. Ati ko dhe fëmijët e saj poshtë, 4 fëmijët e saj tha, 4 fëmijët e saj poshtë, që i ka pjedh me një burr, jo ty s'ka gjë, po çfarë ka ty? Flogert. Aty thjesht ka dash për interes për të shqyrë fëmijët. Që është i gjithë kuptimi. Po mirë mo Flogert, për çfarë e ke mbajtur ti? Për çfarë ndiqe ti? Kur ajo babain s'ta donte, fëmijës ti donte. Për çfarë rrihet ti me atë grua? Gabimet e jetës Zotita. Më fal gabimet e jetës. Gabimet e jetës, po këto gabime dëmtojnë shumë njerëz. Ashtu është motra. Por fëmijët të kanë falur. Fëmijët më kanë falur, në rregull, jam flas edhe me vajzën edhe me çunat shumë rregull. Jam edhe çfarë fola me çukun. Kur të thash ti ja për kafe, thash më marr babi për vetë shtëpi, nëse s'jam në shtëpi. Me fëmijët jam shumë rregull. Fëmijët më thonë, "Më babi, po ti se do të vish këtu atje me punë dhe rri këtu." Babai më kërkon lek për fëmijë se siç e di babai 70 vjeç, nuk ka mundësi të shih fëmijët babai vet. Dhe këtu ndalesha. Po mirë më Flogert, sinqerisht, nuk të vjen pak turp, çku sur ka babai jo të rrisi fëmijët e tu 70 e ca vjeç dhe ti jetosh në Vlorë me partneren tënd. Merresh me atë, po e drejtë. E drejtë. Në vend të punosh dhe ato para, ti investosh te fëmijët e tu, ti vazhdon dhe mendon për një grua që nuk ja vlen fare të mendosh dhe duhet ta harrosh, ta mbyllësh të kapitull. Jo tani. Unë jam avash 40 vjeç, ashtu. Flasim si vëlla motër bashkë. Një familje, ko majti telefonin në vesh, mos të pyesin, kush je ti, qa je ti, e mos të pyes ty, se kam gjë, do bëj qatë në qefi, nuk është gjë. A i kur buk që halë, të vete këtej mrapa. Nuk të vete buka në banku, sa që esh me atë, gure, kusu, slash me. Policia vinde ditë për ditë në shpi, po. Flogert, fëmijët, në çfarë kushte jetojnë fëmijët e tu me babain? Shumë mirë, shpit mi beri bashkia, se në momenti që rashë mburë për që ati e shpis të vjetra të jetoja, edhe bëj shpit bashkia, bëj shatil, bëj sovan, vuri 2-3 tare plaku, duon të avane dhe duon plaka gjera mërde. Kështu avash të të imbyll vetë, po më shkatroj që odeta shumë, më shkatroj motra, më morim qafë. Ka që veta si Prokopia, si lekte që më janë fare, nuk e di. Është gabimi jot, është faj jot, s'ta ka faj njëri. Jo, faj ime, është normal. Që ke punuar dhe s'ke vën asnjë lek minjan të mendosh për të ardhmen tënde për fëmijët e tu, por është gabimi jot, s'ta ka faj njëri këtu. Është drejt, motra, është shumë e drejtë. Ke bërë shumë gabime. Tani kaq po them. Siç më akuzojnë që kam qenë në shtëpi, kam shtin me gur, për vjedhje dhe për vajzën, unë do të jetë në gjyqë deta. Fëmijët flasin me nënën e tyre, nënën biologjike? Jo. Ka lidhje me atë. Nuk kanë asnjë. Po që kupton sa deri më hapi gjyq më për të qeshur nga shtëpia. Ja kaq pesa. Zotë fëmijën tim. Kurdo. Hiqe tash nuk e dua, hiqe se dua. Po ku ta çoj më? Hiqe ta marrë shtëpin se ta marrë dikush tjetër. Ja. Të thoshte partnerja e dytë. Po. Shtmerë, dhe sinqerisht më vjen keq kur një grua nuk të do fëmijët, nuk të do ashtu siç je, më mirë mos ta nisësh atë bashkëtesë apo atë martesë. Po. Por nëna e tyre biologjike nuk i kontakton asnjëherë fëmijët? Jo, unë faktikisht në ajo presë vetëm detyrimin ushqimor se ka mbjellur në gjyq faktikisht, po si hapa gjyqi me çupin e pezullon prapa ta. Avokati më thotë datën 22, tani kemi gjyqin në orën 11:30. Unë jam i ditruar të vete, nuk e di, do ta mbyll gjyqin, do jetë ata në gjyq të akuzojnë ata për këtë dhe pasi do mbyll gjyqin, pasi dhe avokatin. Unë do të jetë në gjyq për të, nuk i lë deri këtu. Por tani janë shumë gjëra tekstura. Flas për nënën biologjike. Nëna biologjike e fëmijëve nuk e paguan detyrimin ushqimor, as nuk do t'ia fare për fëmijët?
Jo. I ka braktisur. Po, i ka braktisur më çdo gjë, shequr e drejta prindërore më çdo gjë. I është shequr e drejta prindërore dhe kujdesteria ka kaluar ty. Flogert, por fëmijët e kërkojnë nënën e tyre biologjike? Faktikisht Odeta e kërkoi motre, domethënë sikur e ashuna njerë, po edhe një ditë që kishte kaluar me makinë me atë, kaloi mami thaj kështu ta çuni, nuk e di çfarë them. Është e dhimbshme në fakt dhe Me është drejt. fëmijë Po faktikisht Odeta i ka marrë çupa se çupa është 15 vjeçë motër tani. Çupa po thoj se nëse pases mund të fjohet, mund martohet, çuna ngele ma krah, po ajo nene bëj shumë gabim fili praktisit. Mira ja, po i praktisa dhe unë, që e forta. U marrë unë mos klejta. Po dale tani. Nuk e di. Nuk karu baba i burg. Ka mund që zhyt me lëtë baba i më thëmë, mirë i e tha? Mirë i thësh. Qa që e birë tha? Ja i thësh. Gjo këtu tha. Po që se ti e vendos tha, që te mos ta mash me shpi tha, gjatë me baba një kelvi tha. Po more të shpi me baba nuk e ki gjatë në tha, po ta them gjithu e birë tha. Flet me te tha? Ta shumë flasë, po për qa flet tha? Po ja ka arë një dy, se nuk ka për një dy gjera. Mirë o mirë tha, po gjë që ka thënë baba një lafë tha, si për vete të anë e birë. Mos e ka të rome, tha, hajde të shpia, tha shpin e beri bashkia këshu, e birë tha, po dhe i kemi 300 rejnë, tha, kala maj të handor pinë, tha, baba i sa ka rrëtë zdoroj, tha, ti të divizosh tha, si shpi dhe u lite birë, nuk ti marri baba i në varë. Kjo drejtë baba i të, që të vëshëm? Dhe mirë ta ka thënë realitetin dhe të vërtetën, por ti nuk ishe sy dhe vesh ta dëgjoje dhe ta shikoje të vërtetën në atë kohë. Ti me motre. Kur ike në Vlorë, çfarë të tha babai? Kur dole nga burgu dhe vendos se ti jetoje prap me atë nuse, çfarë të tha babai? Babai faktikisht është 72 vjeç, po është zgjuar. Sigurisht është zgjuar. Kam ikur me policia të ditë. Zoti kujtim thaj, po ikën thënë ata. Ku do me thaj? Po do ikim me tej thënë ata, do jetoj në Fiera ndje thënë ata. Do ikëshe pirë thaj do ikësh. Ti do ikësh te po gurë të prua kam për të vajtë. Po shumë qa po fletë? Gurë të prua kam për të vajtë ty e pirë thaj, me fjallë e babajt, ku do vi fjallë e babajt. Dhe vërtet fjallë e babajt doli. është zgjuar. Dhe është prakovojtur. Mos ma me për ters. Në këtë rast ke qenë ti budallaj. Ai i zgjuar është. Ai e ka kuptuar realitetin, por ti nuk ishe sy ta shikoj dhe mua vjen keq për këtë i dashur Flogert. Flogert, nëse partnerja jote që s'të ka dashur, s'ka tradhtuar, s'ka dashur fëmijët, të ka shkatëruar jetën, do ishte me mua, ose do ta kishe përballë siç më ke mua, çfarë do i thuash sot? Çfarë do i them? Po. Çfarë ti them, shkatërroj jetën? Më shkatërroj jetën, do më thënë sa ndëtroj të hapja gjyqin me i të vajzë nga shtëpia, asgjë më tepër. Se tani punoj të ditën, vjen të arpron shtëpi, që shte ka të shumë në kalamajt. Po me qenë kalamajt kam dhe në unit tashmë. Ka video të atje. Ka video njëri këtu thaj, në vëset. Policia fare, ka video njëri këtu thaj, la që të jo thaj. Po deta ti men me men, e kisha kom shi. O Flogert tha mua. Sa vje që tim tha mua. Edhe jam adhe, tashmë 38 vjeç. Në e që të këtë. Tashmë nga nga firë. Kalamajt këtë të ka. Baba ke, ka. Po nëne jo. Sa fëmi këtë të 3 është. Dhe ma, këte me 4 fëmije. Por e natja po 5 këti kalamajt e në të drejti mu së merë me këta se fajnë e ka jo t'i s'ke fajnë. I gjithë shati o deta nga kërni e ditë e shumë mirë më të requ punoja. Dhe pra të thoshin gjerë ti, sa është për ty lere. Se po rritër ditë e këshu. Por ti ishe i dashuruar dhe i verbuar dhe s'kuptoje gjë. O i kuptova të gjitha o deta, të gjitha i kuptova. Se futi boti shpi, edhe thoshte boti, vinde pinde sheqer, vinde kafe, nuk ja për keqe, do të respektoj, do të ndimoj si një adhe gjithë si unë, sa ka mundësi të jap, janë zë me njërësit e shpis, qa nuk thoshte mua, po më tha mua, pasaj dhe shumë, po mirë dhe shumë. Je zë me njërësit e shpis, je zë me fshatin, je zë për të marrë të time ti, apo jo? Po me zos la mora, po ti ma more dhe shumë në re, me tha mua këshu. Do ma lesh gjerti 2-3 ditë se kam plakën në spital, se ka t'jeme me diabet, po se ka manë më presi kemë t'jemës, dhe qenë qatë djerë me i poshtë dhe ta posta pra unë shpitha. Do ta këthej një të shpia që ai ta kërkoj nusën për ndim, për nënën e tij fillimisht. Pastaj ta mori për fare. Po, si fillim e mori gjë si do ta merrni njerëzit e futa njerëz se për ta marrë, bukuroshes, si nxjini ata fjalë. Nuk i ka futur një fare për të marrë, unë leça thot ajo,
ato që bënde veta nga në sami gjithat e para punës, ne them në syt, ashtu. Atë ditë ka qenë jam në spital. Më tha mua ky po qante. Më tha mua ka mase do të më presi ka më plakës ta mo që s'di çfarë të bëj anë lekti. Po qante. Mirë, ishte te divani qy, mëra i duan dhe unë, po qanjam në unë me gjithë të bashkë, preka faktikisht. Pra, a i vinte në shpinë tuaj? Po, në shpinë tonë. E qartë? E na qatë në të shpia ti. Dhe pastaj të mori gruan? Po, ashtu. Hajde. Si ashtu pastaj, më tha më që ka më në plakë, do lejma nga spitali. Bise mon, Gjoni, ma birë. Po ka ma se ta merë filani. Por e le ta marrë filani që ma birë në shpi. Po mi më të është sa për të qeshur, një halë të avash ma birë tani. Flogert, është sa për të qeshur dhe për të qarë. Po pse më qaj kishe ti plaçk, nata dhash borç 3 ditë dhe ma kthe, bëhet fjalë për njëri. Po jema më thoshtë më më të ta, dhe jati. Nuk të api me, tha jema. Mora së të me, të rritë unë, tha. Po si më të rritë ti? Së të me, të rritë unë, tha jema. Urdo. Pra, a i e mori... Se ki ka nga kjo, por se kjo tha si ki nga shpia me, nga të shpi që hyra, unë nuk dal me. A i ta mori gruan për të kujdesur për nënën dhe pastaj të tha nuk ta sjell më gruan. Po, nuk e jap me, tha. Po. Nuk e di historira që nuk e di dhe unë që të komentoj dhe që të them o Flogert, është merë. Flogert, unë të jap këshill si një motër, ktheu te fëmijët e tu, puno, qëndro pranë fëmijëve, nëse të del fati se i ri e 40 vjeç për një grua, të krijosh një familje të shëndosh dhe të jetosh i lumtur, dhe mos u merr me gra që nuk kanë vlera, gra që nuk duan fëmijët e tyre, i lën fëmijët e tyre në rrugë, tradhtojnë, shkojnë nga një burr në një burr, ato nuk vlen të quhen as nën as gjë. Mos u merr me këto lloj femrash, por thërriti pak mendjes dhe ktheu tek ata 3 fëmijët e tu, se the dhe pak më parë, nëna e tyre i braktisi, por i braktisa dhe unë. Thërriti mendjes, ata fëmijë kanë nevojë për babain, të paktën nëna iku me një burr tjetër dhe fati i tyre, i keq, 2 prindër që s'u qëndruan pranë, po çku sur ka i babai jot, të rinë ata me gjyshin kur kanë babain gjallë. Kështu që shko atje në fshat dhe thërriti mendjes rri pranë fëmijëve. Nëse partnerja jote do reagoj, patjetër që unë do të njoftoj, ke një mesazh të fundit për t'i përçuar asaj dhe partnerit të saj të ri, të dyve, se e ke patur mik e qasje në shtëpi dhe të mori gruan, kjo është vëshduar të kokë, skandal. Mesazh dhe dërgojnë që me qasa si mik, si shok dhe më kërcënon dhe më mori gruan, kaq. Më thaj nga fshatin jote ta se do të fshatin përzej fshatit, tha se si gjithos po ikë, tha mua, dhe më viti natë për natë me frikë do të vrasë, do të letë ta në krimat aty, tha, njëri s'ka ku gjitha dhe largoj që këtu, tha, se nuk të jap grona, tha. Dhe fjallë pista, nuk do të jap, ta mos do të jap, tha, urdo. Kaq. Unë nuk ja fali. Unë nuk ja fali atit, t'jemës dhe t'jatit fali nuk ja. Se ma gjej mua ku kam kapur vajzën time, edhe shkurt që ma akuzoj kam qenë të shtëpia, fali nuk ja, po them do ta ecë në gjyq. Ja ku e prezent. E ti dhe policia vlorës problemet e mia, të gjitha shefi krime apo inspektori zonës, i thashë dje ishe policia ku faktikisht, unë do t'jetë në gjyq. Dhe çfarë do është e zgjidhja jote. A bëjmë gabim? Drejta dhe plota nëse këto akuza janë të rënda. Mirë, Flogert, do mbetemi bashkë. Qa mesazh ti dërgojmë ja unë atë atyre? Ka vlerë me për mua grua me motër? Ja më thuaj tani, ja se qa mendimi mi jep ti? Jo, ka ardhur fundi asaj historie, ka mbaruar, unë ta dash këshillën time si motor nëse më dëgjon. Ktheu atje te fëmijët e tu te babai jot dhe shiko të ardhmen tënde dhe mos e vazhdo më këtë histori. Pyet Kryeplakun, Odeta, pyet në lokale aty fshat, si ka ikur djalin nga fshati Akërnisi, ja ka shpjeguar që më ka kërcënuar filani. Gjithsesi. Dhe Kryeplaku Akërnisi më ka thënë, Flogert, ik bëj denuncim, polici. Dhe jati më ka thënë çon polici, jo e kam dënuar polici se më vret. Unë isha vetëm atje tek, pa dy patritare i vitë kur të tonë, ikë kur të tonë. Flogert, unë uroj që të harrosh të histori dhe të kthesh të fëmijët e tu, ne do vetemi bashkë në kontakt, të përshëndes. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mund të më shkruani në numrin tim të telefonit
069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 më keni këtu në YouTube me këto histori reale, denoncime që nuk vinë vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më mbështesni. Takohemi nesër me një tjetër histori, me një tjetër denoncim. Mirupafshim.